Gjithashtu do të kemi një prezantim dhe nga një antar i bordit, nga avokati dhe doktori Klodian Rado, i cili do të flasë mbi dialogun gjyqësor global dhe Gjykatën Supreme. Pra kemi një sër temash që do të hasim. Ndërsa tjera do të kemi dhe një aktivitet, një pasdite poetike nga një grupim shumë i këndshëm shqiptar në Toronto, nga Marley's Got Talent, të cilët janë një grup fëmijësh shqiptar, adoleshentësh gjithashtu, të cilët do të performojnë për ne. Dhe do të kemi poezi të lexuara nga Jamie Aga, një aktor i mirënjohur në Kanada, dhe Ana Golja, gjithashtu një aktore shumë e rrirë dhe me vlerë, dhe të dy na bashkohen dhe do të krijojnë një ambient mjaft këndshëm për ne. Unë duhet ta theksoj, por ndoshta ti më ndihmon më shumë me detajet. Librat në gjuhën shqipe këtë herë në këtë edicion të këtij viti në Toronto vinë ndryshe, apo jo, nëse ju keni pasur shumë vështirësi në edicionet e mëparshme, është edhe për faktin që një librari e parë e librave shqip në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka bashkëpunimin me ju, apo jo? Shumë e vërtet. Këtë vit do t'jetë pak më e lehtë për gjithë ne, besoj, e para sepse kemi përvojë, por e dyta siç e përmendë, kemi goxha bashkëpunëtor që na janë ofruar. Një nga këto është Pia Botuese Onufri, e cila bashkëpunoi me ne dhe në edicionin e parë, por këtë vit do të kemi dhe Alb Libris, që është një iniciativë e krijuar sërish nga botuesi Bujar Hudri, i shtëpisë Botuese Onufri, dhe është pikërisht Alb Libris që realizoi panerin e parë të librit në New York. Dhe këtë herë ne do të jemi së bashku, New York dhe Toronto, do të bashkohem për të sjell festivalin e librit këtu. Gjithashtu do doja të përmendja edhe shtëpitë e tjera botuese që na janë bashkuar, siç janë Dita SHPK, Bukinist, Albas, dhe do thoja janë mbi 119 botues që janë nga gjitha hapësira shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Malizi. Maqedoni e Veriut, diaspor, absolutisht po. Nga gjithë diaspora, do të kemi mbi 760 autor shqiptar dhe të huaj, dhe do të kemi mbi 800 tituj librash, ka një shumëllshmëri titujsh, librash, autorësh, dhe jam e sigurt që çdo kush nga diaspora që do të gjendet në Toronto këtë fundjavë do të gjejë veten dhe me shumë mundësi do të gjejë librin që ka kërkuar. Besoj që interesi i komunitetit shqiptar është i madh për këtë, që se ne kur bisedoni bashkë gjatë ditëve për këtë intervistë të sotme, është panajir i librit apo është festival? Pra është diçka më shumë se një panajir libri, është festival, se ka shumë organizime brenda dhe ka interes, ka përshtypjen të madh. Jemi të sigurt që ka interes, këtë do ta tregojmë në fundjavë realisht, por nga ç'pam në edicionin e parë, atmosfera, energjia, pjesëmarrja ka qenë në nivele të jashtëzakonshme. Komiteti shqiptar në Ontario ka qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm i festivalit i edicionit të parë, dhe pa mbaruar edicioni i parë ne kemi pasur kërkesa për ta risjell çdo vit mundësisht në Toronto, ndaj urojmë dhe shpresojmë që do të ketë një pjesëmarrje të gjerë dhe ftojmë të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm të vinë të sjellin fëmijët, nipërit dhe mbesat, të sjellin gjithashtu dhe miqtë e tyre kanadez që të njihen me autorët tanë shqiptar. ACDA, organizata tek e cila unë aderoj, është një organizatë e cila fokusohet në krijimin e urave të bashkëpunimit, e urave lidhëse mes Shqipërisë dhe Kanadas. Ndaj do donim veçanërisht të kishim një pjesëmarrje të gjerë të gjithë banorëve shqiptar në Toronto, por edhe jo vetëm. Do donim kishim pjesëmarrje edhe të kanadezëve, të cilët do të kenë një mundësi të mirë për të njohur me letërsinë shqipe, me librat shqip, me autorët shqip, të cilat do thoja është një letërsi mjaft e pasur. Në festivalin e parë ne kemi patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe janë shitur mbi 2000 libra brenda një dite e gjysmë, dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Montreal. Pra është një përqafim i jashtëzakonshëm nga komuniteti shqiptar këtu. Leonid, me parafërsi se ndoshta numri sakt nuk dihet, sa është numri i komunitetit shqiptar në Kanada? Megjithëse unë e di që në vijim do të ketë edhe një iniciativë konkrete për regjistrimin e saktë të tyre. Po, kjo është një pyetje me mjaft interes. Akoma nuk kemi një numër të saktë, shifrat janë 30.000, 40.000, por është e sigurt që numrat janë arritur.
veçanërisht 10 vjeçarin e fundit, gjithnjë më shumë shqiptar janë zhvendosur në Toronto për arsye studimi, për arsye punësimi, kështu që sensusi kanadez, regjistrimi i banorëve në Kanada është duke u zhvilluar këto ditë, këto javë, dhe ka një thirrje në fakt nga komiteti ynë në Kanada, komiteti i shqiptarëve në Kanada, që të gjithë njerëzit të cilët jetojnë tashmë në Kanada të shfrytëzojnë regjistrimin kanadez për të regjistruar në mënyrë që dhe ne të kemi informacione më të sakta